Bismillahirrahmanirrahim. Shtret vëllezër, dihet botëri se imani i besimtarit ka batica dhe zbaticat e veta. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shumë arsye. Për arsyeja më e fortë është vetë argumenti i fjalës së Allahu xhalla fi'ula në Kur'an, ku thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Po besimtarët e vërtet janë ata që u dridhen zemrat kur përmendet fjala e Allahut xhalla fi'ula. E pra vëllezër, imani besimtarit kështu është. E kanë pyetur një herë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thënë: O i dërguari i Allahut, na trego se kush është tot imani më i çuditshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha: përpara se me u treguar se kush është imani më i çuditshëm, unë kam dëshirë t'ju pyes juve dhe të them kush mendoni juve se kush është imani më i çuditshëm. Ata sahabët e ndershëm menduan dhe thanë: Ja Rasulullah, ne mendojmë se imani më i çuditshëm është imani me melekëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: melekët thotë janë tek Zoti, përse ato mos besojnë? Atëherë thanë: imani i pejgamberëve, ja Rasulullah. I thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: pejgamberëve u vjen wahi, shpallja nga Allahu xhalla fi'ula, përse ato mos besojnë? Atëherë thanë: jemi ne, ja Rasulullah, ne thotë kemi imanin më çuditshëm. Pejgamberi u tha: unë jam thotë në mesin tuaj, përse thotë ju mos besoni? Andaj kush është, ja Rasulullah, na tregon neve kush është imani më i çuditshëm? Ai tha: ato thotë të cilët do të vinë pas meje, do ta gjejnë thotë Kur'anin në një libër dhe do ta besojnë ato. Pra pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kush janë? Pra jemi neve. Dhe një herë, një ditë për ditësh, e kanë parë sahabët radiallahu anhu dhe kanë pyetur: ja Rasulullah, përse po qaj? Ai u tha: po qaj për vëllezërit e mi. Po a nuk kemi vallë në vëllezërit e tu? Jo, thotë, ju jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi, thotë, janë ata të cilët do të vinë pas meje, edhe pse nuk më kanë parë, por do të besojnë. Prandaj, i krenari e pjesëtar i umetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të forcoje besimin tënd në fjalën e Allahut dhe në fjalën e pejgamberit tënd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.